Përshëndetje miq, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një mikun tim. Ndoshta ju e keni parë shpesh në televizor, sepse ai nuk është njëri mjaft i thjesht. Ai është rektor i Universitetit Bujqësor këtu në Tiranë, zotin Fatbart Sallaku. Mirë se erdhe profesor. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kënaqësi që ju kam këtu. Kënaqësia imja. Ne do bëjmë një bisedë të thjeshtë, mos u sikletose, të jemi kështu fare të thjeshtë. Jemi shumë të thjeshtë. Doja të pyesja, pse akoma na është ngulitur Instituti Bujqësor, nuk e themi dot Universiteti Bujqësor, çfarë ka ndodhur? Pse është bërë universitet? Dhe çfarë të keq që kishte të ishte një institut? Faktikisht është pyetje shumë e bukur, e goditur, që edhe ne e ndeshim për ditë, faktikisht. Madje pjesa më e madhe e njerëzve ka të fiksuar institut, madje edhe autobusat e kanë adresën institut. Dhe kjo tregon që tradita, historia, sado që ne të përpiqemi që të ndryshojmë, mbetet, është njësoj siç ne kemi ndryshuar tek rrotullimi i doganës, akoma ngelen shqiponjat, apo tek zoguzi, vendosim apo tek si një dhjetori, pra mund të ndryshosh emrat sa të duash, përsëri memoria qëndron. Kolektive. Dhe kjo është një gjë pozitive faktikisht, sepse më vjen mirë që e bëre këtë pyetje, se edhe në zhvillimet që ne po bëjmë tani, pra ndryshimi në Universitetin Bujqësor ishte në vitet 90 kur filloi trendi i ndryshimit të institucioneve, dhe Instituti i Lartë Bujqësor është ndruar në Universitet Bujqësor. Por për hir të vërtetës dhe për hir të shikuesve dhe dëgjuesve që na ndjekin, Instituti i Lartë Bujqësor faktikisht ka pasur një status pak a shumë të modelit francez. Pra nëse ne i referohemi sistemit arsimor francez, ata kanë sistemin e ekoleve, grande ekoleve, që janë niveli më i lartë, dhe universiteteve. Dhe Instituti i Lartë Bujqësor, për statusin që ka patur në atë kohë, ka patur një nivel shumë të lartë, sepse edhe diploma e këtij instituti ka qenë njohur në çdo cep të globit. Për vetë natyrën që e diplomave që ofronte, por jo vetëm kaq, por edhe për vetë natyrën e stafit akademik, sepse Instituti i Lartë Bujqësor ose Universiteti Bujqësor ka patur fatin që ka qenë shumë pak, ose politika ndryhyri shumë pak. Për arsyet shumë vërteta objektive, sepse bujqësi është e njëjtë si në komunizëm dhe në kapitalizëm, mjekësi veterinare, pyje, pra do thot ishin tematikat cilat nuk ndryshonin, në krahasim me shkencat e tjera siç ishte ekonomia, se ti nuk mund të shkoje për ekonomi të specializoje në perëndim, sepse bëhesh fjalë për ekonomi tregut, ndërsa këtu kishte ekonomi centralizuar. Pra kishte ndryshim i madh. Pra ne kemi qenë në fat sepse profesorët tanë të Universitetit Bujqësor, pra të Institutit Lartë Bujqësor në atë kohë, kishin studiuar pothuajse të gjithë jashtë, dhe vërtet kanë qenë kapacitete, dhe ne sot përpiqemi shumë që të paktën jo vetëm ta vazhdojmë këtë traditë, por të shfrytëzojmë ato anët më të mira, sepse emri ruhet, tradita ruhet, dhe nëse ne sot që flasim pas 74 vitesh, sepse Universiteti Bujqësor është universiteti i parë që është themeluar në Shqipëri në vitin 51, ne themi që emrin përsëri e kemi edhe fal të atij suksesi që kemi patur para viteve 90, sepse një pjesë e madhe e partnerëve janë ruajtur. Dhe si pasojë e kësaj ne kemi trashëguar edhe pas viteve 90. Profesor, juve për çfarë keni studiuar vetë? Shiko, unë kam studiuar për agronomi. Pra unë vi nga zonë rurale, jam nga zona e Shijakut, dhe do thoni që si një i ri në atë kohë, më thonë vërtetën, ne kishim të limituar zgjedhjen, jo siç e ka ky brez i ri sot. Pra ai sistem të lejonte të zgjidhje deri në 3 deg. Dhe unë për hir të vërtetë kam zgjedhur 3 deg të njëjta, mjeksi. Sepse prindërit e mi kishin qef mjeksi, edhe unë kisha qef mjeksi për hir të vërtetës. Dhe doja mjeksi. Dhe kuptohet sistemi mua më vendosi të shkoja për agronomi. Dhe kam ardhur pa dëshirë. Një rektor. Po, e them, nuk është por në atë kohë nuk kishe alternativë tjetër. Kishe o të zgjidhje o të shkoja në ushtri. Dhe babai, unë mbaj mend si sot domethënë, edhe tha, okay, është zgjedhja juaj. Por më dha një porosi që shiko, rëndësishme sot është që në atë fushë ku t'jesh, duhet të shkëlqesh, faktikisht. Dhe kam filluar në vitin 85, shtator 85 agronomi, dhe me fat, sepse aty kam njohur dhe nuse, bashkëshortën. Po shiko si erdhën fatet? Kështu që ishte mbarsi, që në vitin e parë. Dhe e habitshme është sepse asnjëherë s'm kishte shkuar mendja që unë do kisha dalë
me rezultate shkëlqyera, të jemi sinqert. Unë gjimnazin e kam mbaruar me 10 mesatare, patjetër nuk. Por duke ardhur në një deg të tillë që edhe motivimi ndoshta, por mora provimin e parë 10, mora të dytën 10 e pastaj thash ua, Prit që marr ka 10 këtu. vazhdoka dhe me ato traditë dhe me ato përkushtim. Për hir të vërtetës kemi punuar shumë. Jo që unë nuk kam asgjë me këtë brezin e ri sot, me studentët e mi sot. Por dhe nuk është e gjë e mirë ta kujtosh atë kohë ndoshta sepse shpesh e shkon mendja. Por ishin kushte të tjera, kohë tjetër, mundësi të tjera, oportunitete të tjera, shoqëri tjetër dhe por kemi punuar shumë. Për hir të vërtetës. S'kishin dhe celular. Absolutisht po. Le ta shohim se celular, s'kishim Google, s'kishim kompjutra, s'kishim asgjë. I vetmi gjë ishte libri dhe biblioteka. Dhe ju nuk mund ta besoni, por tek ne u bënte lufta më e madhe kush zinte vendin në bibliotekë i pari. Unë mbaj mend se sot kur kaloj sot, madje se sot tani jam në detyrën që më duhet ta mirëmbaj bibliotekën, ta pasuroj etj më radh. Te kujtimi. Imagjinata ime shkon tuaj 35-40 vite edhe ku jam ulur, dhe se sa fort luftonin për t'i zënë ato vendet afër në një ngrofse etj më radh. Kështu që ka qenë kohë e bukur, kohë studentëve shko shumë e bukur faktikisht. Shikoj që aty është bërë këto vitet e fundit, fal, edhe investimeve të qeverisë, mos i hedhim poshtë, është bërë një kampus shumë i bukur. Me ndërtime të bukura. Kampusi është u transformua duke filluar pas viteve 2016. Edhe duhet të jem shumë korrekt me ju, me shikuesit, me dëgjuesit. Ne kemi patur kampusin më të bukur në vend për sa i përket universiteteve publike. Pra para viteve 90, kampusi jon ka qenë një kampus prej vërteti kampus. Pra nëse ne sot që na bie rasti të vizitojmë universitete të ndryshme në botë, pra universitetet angleze për shembull, që quhen për një kampus tipik anglez, me ato lëndinat, me ato livadhet, me ato sheshet. Nuk kam qenë mos më përshkruaj, nuk kam qenë, as kam ndërmend do përpiqem. Kampusi Universitetit Bujqësor ka qenë i tillë, për vërtetës. 90-ta preku të gjithë ekonominë, shoqërinë, territorin, nuk la cep pa prekur. Fatkeqësisht Universiteti Bujqësor prek më shumë nga të gjithë. Dhe u prek më shumë nga të gjithë fatkeqësisht. Arsyet janë nga më të ndryshmet, faktorët janë nga më të ndryshmet. Ne kemi kaluar periudhën më të keqe të mundshme që ka kaluar një institucion, vitin 97. Neve na ka çuar në kuotën 0. Kemi humbur të gjithë infrastrukturën, kemi humbur të gjithë edhe bashkëpunimet dhe do të ndaj me ju një moment që vërtet pra ne kemi filluar në vitet 90-92, ne kemi patur 2 projekte të fuqishme në Universitetin Bujqësor. Një projekt të Gjermanisë, ka qenë GDZ-ja, sot është Gizi, dhe një i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Projekte të cilat kanë bërë një ristrukturim total të Universitetit Bujqësor, total. Ndihmë goxha e madhe 2 qeverive kryesore. Dhe na kanë pritur në mënyrën më të mirë të mundshme. Na kanë hapur dyrat e çdo universiteti. Unë personalisht kam përfituar goxha. Kam pat fatin kam bërë një postdoc në Irlandë Veriut, në Belfast, në Queen's University, kur kam shkuar atje ka qenë shkolla ime e dytë. Dhe pastaj shumë herë në Gjermani. Kur ndodhi 97-ta, edhe donatorët, por edhe profesorët, edhe bashkëpunëtorët ndryshuan sjelljen ndaj nesh. Sepse ai kishin marrë vesh që Universiteti Bujqësor u doq dhe nuk e mirëpritën. Dhe na gishtin e çuan tek ne. Sepse nuk erdhën gjermanët ta diqnin. Faktikisht, e doqëm ne. Dhe Universiteti Bujqësor shkoi në ditët e veta më të këqija, por fal njerëzve, fal mbështetjes, u ringrit totalisht dhe është sot në këtë gjendje ku për hir të vërtetës qeveria shqiptare, kryeministri është dedikuar drejt për drejt personalisht sepse përsëri aty ilegalia, pra informalia gjeti vend në përgodina të ndryshme, kafene, bare, siç rëndom, dhe po të vini sot, shqyr Universiteti Bujqësor ka marrë formën, ose po formëzohet dita ditës në formën e një kampusi, ku është dinjitoz, ku normalisht duhet të reflektoj ato mision që universiteti ka. Po të bëj një pyetje, ndoshta ju e keni të lehtë përgjigjeni. Në shumë universitete dëgjojmë që numri i studentëve është ulur. Te ju është ulur? Shiko, është e vërtetë që numri i studentëve është ulur jo vetëm në Shqipëri.
numri i studentëve është ulur në çdo universitet sot në Europë. Dhe kjo është çështja kryesore që universitetet sot po Nuk ndeshen. është sëmundje shqiptare? Jo, absolutisht jo. Kjo është një smundje e çdo universiteti sot në Europë dhe në botë. Çdo universitet po vuan, pra nëse sot ne bëjmë fjalë, nëse flasim për një ulje apo një migracion të trive shqiptar nga Shqipëria në Gjermani, një të gjë është nga Gjermania në Amerikë, edhe vërtet. Por edhe janë arsyet nga më të forta, sepse numri i lindshmërive ka rënë, numri i migracionit është shtuar. Nga ana tjetër, po të flasim për specifikat e Universitetit Bujqësor, edhe specifikat, tani unë mund të them gjithë ditën që Universiteti Bujqësor është nga më i miri në botë, por duhet jemi korrekt, duhet jemi të vetëdijshëm që bëhet fjalë për një universitet që programet i ka të lidhura me një fushë që është nga fushat më të vështira. Pra askush nuk ka dëshirë të shkojë dhe të punojë në bujqësi, në blegtori, të çohet në katët mjesit të mieli lopët e tjera. Si do të them mundialit shkon në Institut Bujqësor? Por ka shumë arsye të tjera pozitive dhe të vim ke pyetja e rënies numrit. Pra ka një rënje numrit total, pra nga çdo universitet e kanë ndier këtë. Universiteti Bujqësor fatmirësisht këtë vit ne kemi bërë një ndër reforma më të thella. Dhe që do të thotë që ne foni kemi bërë një reformë, dhe po bëjmë reformë akoma se kemi mbyllur sepse do të zgjasë deri në 3-4 vite, ku ne kemi vendosur përfundimisht të shkojmë në atë bazament, në atë trashele ta quajmë në 10 trasha, për cilët ky universitet është themeluar. Pra, ne nëse më lejon ta elaboroj pak sa më gjë. Gjatë viteve 2005, 2015, 16, 17, çdo institucion i arsimit të lartë në Shqipëri ka eksperimentuar. Pra, duke u lidhur me nevojën për të rritur numrin e studentëve, pra duke e kthyer gjithmonë në moto numrin e studentëve, ne harruam cilësinë. Dhe diversifikuam programet, emrat, i bëm emrat paksa më seksi, e tjera me radhë. Çfarë bëm? Fragmentarizuam ofertën dhe humbëm fokusin. Ndryshime sasiore që ndryshime cilësore, ato që kemi thënë një. Fal një bashkëpunimi që ne kemi me universitetin më të mirë të shkencave të jetës, që është pothuajse i ngjashëm me ne, që është Universiteti Bokus së Vjenës, ne kemi arritur tani të bëjmë një transformim total të ofertës akademike. Që do të thotë? Që do të thotë, Universiteti Bujqësor tashmë ka të qartë kush me dy fjalë, kush është menuja kryesore e këtij universiteti. Pra, nëse më lejoni të bëj një krahasim. Nëse ne shkojmë në një restorant, ne mbajmë mend menun mish, peshk, pul ose vegetarian. Apo jo? Dhe nuk i mbajmë mend ato starteret e ndryshme të tjera, sallatra ato gjë. Apo jo? Pra ne shkojmë. Ajo që kemi bërë në Universitetin Bujqësor është që tani ne kemi arritur të dizenjojmë kush janë kompetencat kryesore që ky universitet duhet të ketë. Bujqësi, mjekësi veterinare, pyje, bioteknologji ushqimore, mjedis dhe ekonomi dhe agrobiznes. Dhe të tjerat ne kemi lënë në hije. Sepse edhe studentët duhet të jenë, dhe për këto ne duhet ta bëjmë mirë. Pra, nëse ne arrijmë që çdo institucion, sepse kanë dy tipe universitete sot në botë. Është një tip universiteti që quhet comprehensive, që ka të gjitha, juridik, mjekësi, filozofi, sociologji e tjera me radhë. Të kap gjithë lepujt që kalojnë? Dhe kanë disa universitete që janë tematike të fokusuar në një fushë caktuar. Universiteti joni bujqësori për kësaj fushë, dhe ne pretendojmë që ato që kemi për detyrë, dhe ne kemi detyrimin ndaj publikut. Ne kemi detyrimin ndaj publikut sepse shpesh ne kemi humbur fokusin, kishim humbur fokusin. Universitetet fatkeqësisht nuk e kishin zërin të fortë siç duhet ta kenë në shoqëri, se universitetet duhet të kenë zërin në fortë shoqëri, në debatin politik, në debatin publik që bëhet për çështje të ndryshme, sigurisë ushqimore, sigurisë ushqimit, të shumë elementeve të tjerë, zëri i universitetit duhet të jetë në tavolinë. Fatkeqësisht ne vëmë re që nuk e kemi këtë zë. Dhe kjo ka ardhur si pasojë e kësaj humbjes së fokusit dhe humbjes të vizionit të ta quajmë. Dhe ne sot si universitet jemi në këtë fushë. Dhe nga 32 programe bachelor të fragmentarizuara që ne kishim vitin e shkuar akademik, këtë vit akademik arritëm kemi vetëm 9. Pra imagjino çfarë bëhet, nga 32 ne jemi vetëm në 9 programe, por të dizenjuara, të fokusuara, të hartuara totalisht sipas eksperiencës së Universitetit të Bokus së Vjenës dhe fatmirësisht të rit i pritur mirë. Dhe ne kemi marrë rreth 20% më shumë studentë të vit se sa vitin e shkuar, sepse ishim në një farë, le të themi, jo me frikë, por një farë
hezitimi ose dyshimi nëse do pritet apo jo. Duke parë zhvillimin e teknologjisë tani, inteligjencë artificiale, thonë që do bëj namin, besoj që do ta bëj. A kanë të ardhme të rinj të vinë të studiojnë, nëse unë do të them ti mbiri shko studio atje, kur e shikoni si rivalen, shikoni si armik, të themi se them do të armik. Inteligjenca artificiale është tani është fakt, të cilët ne duhet ta marrim në konsideratë, duhet patjetër të shikojmë ato mënyrat se ku mund ta përdoret dhe ku do aplikohet, por janë disa fusha që unë them që inteligjenca artificiale nuk do të arrijë dot të futet në bujqësi, në blegtori, në pyje, në sigurinë ushqimore, janë disa. Nuk do vej roboti ta mjel lopën? Nuk roboti shkon, roboti do shkojë ta mjel lopën, por në mënyrën se si do të ushqehet lopa, në mënyrën e hartimit të bilancit ushqimor, apo të lidhë sepse shikoj, ne sot flasim për siguri ushqimi. Pra siguri ushqimi do thotë siguria që nga toka në parcel themi ne, apo jo. Të gjitha këto nuk besoj që inteligjenca artificiale do jetë në atë gjendje që ne të arrijmë të kooperojmë në këtë formë, që të shmangim nevojën tonë për të dhënë këto njohuri. Pra bujqësia sidomos është një sektor që vërtet do ketë nevojë për mendjen tonë, për mendjen e të rive dhe një motiv shumë më i fortë që fëmijët tanë të ri duhet vinë atë universitet është fakti sepse ekonomia shqiptare, e kam thënë dhe herë tjetër, për 50, 60, 70, 100 vitet e ardhshme, nuk besoj që do ketë drejtime të tjera përveç se turizmit dhe bujqësisë. Pra janë të dizenjuara, pra Shqipëria nuk do jetë ndonjëherë në një vend. Jo blegtori? Po pra, bujqësi, blegtori janë bashkë dhe turizëm. Pra janë të dyja bashkë. Nuk do ketë industri. Nuk besoj që Shqipëria do të arrijë ndonjëherë të ketë një industri të rëndë, prodhim avionesh etj me radhë, por këtë punë do ta bëjmë mirë. Sepse edhe bujqësia e peshën kryesore rreth 18-20% në GDP, që do thotë punësimi është i sigurt për çdo të ri që punon në këtë vend, dhe ajo që të ri duhet kenë të qartë, duhet heqin atë, le të themi, dyshimet që duke studiuar në universitet bujqësor, nënkuptohet që do punosh në stall apo në parcel, sepse ju sa për momentin inteligjenca artificiale sot, apo çdo gjë sot është në tablet, dhe ti je këtu, ne nuk kemi nevojë për krah pune, ne kemi nevojë për mendjen e këtyre. Kështu që këto të ri, atë perspektivën e punësimit e kanë sigurt, por vërtet të cilësore, sepse bëhet fjalë për universitet të shkencave të jetës, foni për oksigjen. Studentët tuaj emigrojnë për të gjetur punë diku me diplomat e universitetit tuaj? Absolutisht po. Shiko, unë jam vetë dëshmitar që firmos për ditë njohje ose kërkesa ku na vijnë nga universitetet jashtë, nga universitetet amerikane apo europiane për të konfirmuar diplomën, por mbi të gjitha për të konfirmuar dhe kreditet që marrin. Dhe unë po jo, dhe kjo është e provueshme. Pra nuk jam këtu për të thënë diçka që nuk është e vërtetë, unë ja konfirmoj dhe kjo është e konfirmueshme që diploma e Universitetit Bujqësor është nga diplomat që njihet pothuajse në çdo cep të globit. Numri i krediteve që marrin studentët tanë, jo vetëm është i barazvlefshëm, por shpeshherë është më shumë se sa ato i nevojiten për në universitete të tjera. Sepse, shiko, kur ne themi të e njohur, do thotë diploma që ti paraqet pranë një institucioni, sa shpejt njihet. Kjo quhet ajo njohje, pra sa shpejt ajo kalohet pra nga sistemi serioze. Fatmirësisht ne kemi qenë suksesshëm në këtë aspekt. Dhe kjo ka qenë një ndër pikat tona të forta. Dhe akoma, pra ashtu siç përmendet në emrin e studit lart bujqësor, akoma kjo të ri të vjetrit e kanë akoma që kjo është një diplomë që njihet dhe kjo është fakt faktikisht. Dhe tani që po bëjmë edhe diplomën duale me Universitetin Austriak, pastaj kjo është vizioni jon, sepse vizioni jon, qëllimi jon, objektivi jon është që në vitin 2030 ne të kemi diplomë duale me Universitetin e Bokus së Vjenës. Si do thotë, Universiteti Bujqësor, kjo është ajo ambicia. Do jetë me dy gjuhë në kuptimin e saj? Me dy gjuhë. Ambicia jon kryesore është që në vitin 2030 Universiteti Bujqësor i Tiranës të shndërrohet pak a shumë në një kopi në Universitetit Bokus së Vjenës në Tiranë. Pra, nëse ju futni kërkoni, dhe shqiptarët nuk kanë nevojë të shkojnë në Vjenë, po jo vetëm, ne nuk duam ta bëjmë një universitet qendër vetëm për Shqipërinë, por do ta bëjmë për gjithë rajonin. Pra ta kemi si pikë referencë, qendër referencë për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku studentë nga Serbia, Maqedonia e Veriut, Malizi, Kosova të vinë dhe studiojnë këtu. Ambicia jonë është që në programet master që i kemi në proces tani ristrukturimi, të zhvillojmë të gjitha në anglisht dhe të hapim sa më shumë të bëjmë mobilitetet. Pra mobilitet lëvizshmërinë foni, lëvizshmërinë e profesorëve austriak në Shqipëri, profesorë dhe po ju konfirmoj me kënaqësi që
Ne kemi një vit që kemi filluar reformën, që jemi në publik, dhe kërkesa nga profesorët të huaj është e madhe për të ardhur në Shqipëri. Sigurisht ne akoma kemi disa barriera ligjore, sepse duhet që ti heqim disa barriera dhe fatmirësisht ligji i arsimit të lartë do filloj të ndryshojë dhe me ndryshimin e këtij kuadri ligjor jam shumë i sigurt që mobiliteti jo vetëm joni jashtë, sepse deri tani shiko, ne kemi keq kuptuar shpeshherë këtë mobilitetin. Gjithmonë sa shkojnë jashtë, pra ne kemi in dhe out. Dhe gjithmonë presioni im ndaj stafit tim ka qenë që ne duhet kemi studentë të huaj këtu, sa më shumë dhe profesorë të huaj këtu. Në atë moment kur studenti shqiptar do shikoj, studenti im do shikoj që në klasë nuk futet vetëm fytyra ime, por futen dhe profesorë të huaj, ka dhe studentë të huaj. Pastaj fillon ne që quhet internacionalizimi. Mos këto që po më thua kanë një dozë biznesi? Jo, dozë biznesi, jo, nuk është dozë biznesi, kjo është doza e vitit 2030 e Bashkimit Evropian i dashur. Në vitin 2030 universitetet duhet përgatiten siç po përgatitet çdo sektor tjetër. Veterineri që do të dalë nga Universiteti Bujqësor, do jetë veteriner që do të shkojë të certifikojë produktet gjermane, franceze, italiane etj. Më radh. Se në 2030 nuk kuptoj që jemi anëtar të barabartë, ulin në tavolinë. Ulin në tavolinë, siguria ushqimore do thotë që produkti që prodhohet në fermën shqiptare duhet shkojë në supermarketin italian. Çfarë do thotë? Si mundemi ne të paraprim kësaj? Prandaj ne duhet kemi programe mësimore të mira, praktika të mira, studenti jon duhet dali i barabartë me studentin gjerman apo austriak. Dhe kjo nuk është dozë biznesi, por kjo është dozë e optimizmit që në vitin 2030 Shqipëria do jetë antar i Bashkimit Evropian dhe çdo institucion ka detyrimin që të mendojë se ku do jetë në 2030. Fondet në Bashkimin Evropian do jenë të mëdha, sa do jemi në taft t'i aksesojmë, t'i absorbojmë. A mund t'i absorbojmë në me strukturën ekzistuese që kemi? Unë them jo. Unë jam me fat, themi që Universiteti Bujqësor është me fat që ka filluar këtë reformë, që askush janë shumë skeptik sepse është reformë. Reforma askush nuk ka dëshirë ta zhvillojë. Është do të ndryshosh vetë. Asgjë nuk do të lëvizë nga ajo zona e komfortit, ëh, domethënë në çdo vend edhe të shtëpi kur i thua fëmijëve do ndryshosh të stilin e studimit nga kjo orë në këtë orë, thotë isha mirë në këtë formë. Kështu që reformën askush nuk e ka qef, por është vetëm një mënyrë në qoftë universiteti do që të jetë jo vetëm visible, por duhet të jetë i rankuar foni, se ne nuk kemi të rankuar asgjë kundi, fatkeqësisht. Nuk kemi asgjë kundi. Ju flisni mirë bukur studentë kështu. Fëmijët tuaj kanë zgjedhur rrugën tuaj, u kanë ngjarë apo s'kan zgjedhur asgjë tjetër? Jo, fëmijët e mi kanë zgjedhur për kanë fushën e biznesit. Janë fushën e biznesit. Nuk kanë lidhje fare me. Nuk kanë lidhje me bujqësinë. Jo, është nusja, pra dy prindit janë në bujqësi, nusja është agronom, unë agronom. Të dy punojmë në fushën e bujqësisë, kontribuojmë të dy në fushën e bujqësisë. Besoj që jemi kontribuitor të mirë, pra po e bëjmë detyrën tonë. Fëmijët janë në fushën e biznesit dhe të marketingut, kështu që nuk kanë lidhje me bujqësinë, kështu që shpresojmë në nip në imbes pastaj, kështu që. Hobi juaj, si gjithë njerëzit, kjo hobi? Sporta? Futbolli është faktikisht, më thonë vërtet, nuk është. Shikon, apo dhe luan? Kam luajtur. Calceto, kam luajtur, më thonë vërtetën. Po për ta ndjek shumë, domethënë, kështu që aty jam i fokusuar. Gjithë natën për të parë ndeshjet. Për sportin dhe pastaj shiko, domethënë, pastaj s'ke hop tjetër sepse tek bësh robi të lexuarit tani. Dhe je detyruar të jesh i updateuar me çfarë ndodh. Dhe tani është bërë vetëm laptopi është bërë ai miku jot i përditshëm aty, laptop, televizorin, sportin edhe kaq, gjërat e tjera pastaj kuvizohesh. Kaq vite që lexon. Je lodhur ndonjëherë të boll ai tash? Jo, asnjëherë nuk besoj, nuk lodhesh asnjëherë, jo. Nga informacione. Kur të shikon gruaja si për librave kështu, se na lodh, na mbushë shtëpinë me libra. Kjo është e vërtet. Kjo është ai farë debati, por nga ana tjetër sigurisht kemi gjetur një kështu mirë kuptim. Ti s'dëgjon, ajo flet, edhe Paka shumë. Kështu kemi gjetur, ajo flet, unë s'dëgjoj. Mirë kuptimin domun. Po besoj edhe ju e keni këtë. Kam, shishi. Nuk ka tani kjo është profesioni jon, domethënë shiko. Kjo është i kompromis, ë, kjo është i kompromisi mund bëjnë ato çiftet, sepse bëhet i far kompromisi, besoj, se pas patë kompromis as nuk ekziston më tutje. Dhe dihet ajo agjenda jote kush është. Dhe unë kam agjendën pothuajse standarde, nuk e ndryshoj, se ta thash pra, domethënë ti je i detyruar, shiko, thoni, kur mora këtë pozicionin e rektorit, për hir të vërtetë nuk kishte shkuar ndonjëherë në mendje që do isha rektor, spari, por që do u bëja kaq shumë i përgjegjshëm. Sepse kur ulesh në atë pozicion, ke dy alternativa. O e bëno se ba. O të rish dhe të vegjetosh dhe të presësh të mbaroj mandati, dhe të siguroj që po nuk bërë asgjë, as
nuk ke asnjë lloj shqetësimi, por as nuk mbahesh mend, ose duhet ta bësh sepse je përgjegjës, ato janë punësuar 600 veta. Po ti je përgjegjës për 600 familje, mendon domethënë ore ku do shkoj ky situacion? Nuk meritojmë ne shqiptarët të rankohemi pak më mirë. Nuk meritojmë ne shqiptarët të kemi artikuj shkencor më të mirë, të kemi patentat tona, të kemi startupet tona. Ke parë në televizor, në media? Zero. Kjo është debati im me stafin tim, i përditshëm. Dhe më thoni, thash, çfarë na duhet? Ne edhe thonim gjithmonë, Universiteti Bujqësor dhe unë e hoqa. Është më i vjetri, uniku, është fjala më e përdorshme që e përdorte, kishin qef stafi im ta përdorte. Për çfarë kujt po i shërben? Në Kodër Kamës, atje në Institut të rish, atje më i miri ku? Ndaj kujt? Me kë po krahasohesh? Dhe unë zgjodha këto të dytën të sfidës. Për hir të vërtetës, sigurisht ka rrisjet e veta, ka lodhjet, ka shqetësime, por them që në fund fare të ditës kur ti e ke me pasion dhe kur e ke me dashuri punë, sepse shiko, nëse nuk e dashuroni punë, nëse nuk e pasion, të siguroj që nuk ka më mirë lera të punë. Dhe kështu unë i kam thënë të dy fëmijëve të mi që po se dashurove diçka, për mua e dështuar. Unë e dashuroj atë punë, kam pasion për ta bërë, s'ma ka dhënë kush me zor atë punë, vetë kam konkuruar, e kam marrë, dhe më kam tani detyrimin ta marr ta çoj nga një pikë. Pra, detyrimi jonë është foni, besoj është idioti çdo personi që unë them që duhet ta lësh diçka më mirë sa që gjete. Unë do të bëj një pyetje që ndoshta s'do kesh qejf ta dëgjosh. Kur është e pamund të mos ketë probleme, incidente, gjëra të ndryshme në staf. Dhe kur ndodh që një dikush ka abuzuar, nxjerrin fytyrën tuaj në media. Titulli është për atë, po fytyra është juaja. Po sepse skandali është për njerëz të tjerë dhe fytyra është e juaja. Çfarë bëni në këto raste? Jo, ju thatë që unë s'kisha qef të bëj, po ti bëre mirë që bëre këtë pyetje dhe të falenderoj. Skandali është për njerëz të tjerë dhe fytyra është e juaja. Unë do të bëj lidhje edhe një herë me këtë, do traditës, domethënë, kjo është tipike, kjo është me gjithë respektin ndaj medias, këtu është dhe roli i medias faktikisht, sepse media duhet të jetë paksa më thellë. Pra media duhet të shkojë pak më thellë. Pra media para se të shkojë për të bërë një farë, le të themi, investigimi, patjetër investigimet janë, unë jam nga më i hapur ndaj medias. Dhe i kam gjithë, domethënë, nuk s'kemi gjë çast fshehë, por unë po tisha në rolin e gazetarëve, para se të shkoja te kjo, dhe unë të falenderoj që e ngritë këtë, sepse është vërtet çështja ime që unë bëj debat me stafin tim, është që duhet ta di edhe për sa i përket kuadrit ligjor. Pra, sepse ligji ekzistues, kuadri ligjor ekzistues, ka bërë një ndarje, në anglisht pra sharp, një ndarje të prerë ndërmjet përgjegjësive dhe të drejtave të anës akademike dhe të anës administrative. Dhe pjesa më e madhe e këtyre që abuzimet tjera më ndat, do më sigurisht na shkon tek anat administrative tjera më radhë. Dhe fund ditës patjetër ne themi që përgjegjësia është personale tjera më radhë, por pavarësisht kësaj, ndoshta nuk bën lajm bën rektori, pra lajm bën titullari, bën fytyra. Kështu që në këtë aspekt e kam vuajtur fillimisht për hir të vërtetës. Pastaj më probleme kishte familja, me çunat edhe me nusën e kishin më problem të afërmit, miqt e shokët. Pastaj sigur jemi qetësuar tani se ndoshta vjen edhe nga ajo tendenca që nuk bën lajm dekani apo përgjegjësia apo stafi, bën lajm vetëm rektori. Tani çfarë them unë, e rëndësishme është që çdo njeri duhet të bëjë punën e vet me përgjegjësi. Dhe unë jam këtu për t'ju konfirmuar që vërtet unë jam shumë i përgjegjshëm për punën që e bëj. Dhe për këtë jam shumë i qetë, patjetër që ka probleme. Asnjëri s'është perfekt. Okej. Nëse do t'u bëja 18 vjeç, i fshim të gjitha këto që ke bërë, çfarë do zgjidhje? Jo, këtu do risha prap. Këtu do risha prap sepse kanë bërë mirë ata që s'kanë dhënë diplomën aty. Shiko, ta thash sepse unë ndihem mirë. Shiko, njeriu duhet ta kthej kokën mbas. Absolutisht. Edhe ai që është top fare, po se ktheve kokën mbrapsht, po se ktheve mbrapsht nga origjina, po se ktheve mbrapsht kokën nga ke ardhur. Janë shumë gjëra pastaj që ti ke probleme me veten tënde. Dhe unë kam qenë i suksesshëm në fushën time. Pra unë jam bërë një agronom i mirë, nuk pata fatin të punoj në terren. Unë jam emëruar foni në
ai sistemi I mëparshëm kishte goxha të këqija negative. Por për sa I përket vlerave, ai vlerëson të studentëve. Për shembull, ai kishte një kusht ose një kriter që të quhesh 5%. Që thot ato që mbaronin 5% të studentëve që mbaronin mesataren më të lartë, ai mbante staf për të trashëguar vetveten, për ta mbajtur, sepse një institucion I cili nuk është në gjendje që të ripërtrijë veten e vet, nuk është institucion. Pra ti nuk mundesh të pretendosh si universitet, nëse nuk ke lëndën tënde të pasardhësin tënd. Pra, kjo është pjella jote. Shikoj, nëse tani është njësoj si çdo fushë, nëse ne flasim për akademi të futbollit, Barcelonës, Realit të tjerë, ato flasin sepse kanë akademi. Kanë zinxhirin, kanë ato serat, ato vetat domethënë, pra kanë zinxhirin e vet. E njëjta gjë është universiteti bujqësor. Dhe në këtë aspekt unë konsideroj, edhe unë jam mbajtur direkt sapo jam diplomuar, jam mbajtur asistent pedagog. Dhe nga një kohë them që kam bërë një karrierë të suksesshme, jo në wow, një karrierë normale, e kam bërë punën mirë, kam punuar shumë me projekte të huaja, fatkeqësisht. Në të thënë vërtetën, shumë kam punuar, kam qenë shkolla dytë. Pra unë kam qenë duke hequr vetëm periudhën e rektorit, pastaj aty nuk lejohen punoj, sepse është konflikt interesi, por para viteve 2020 kam qenë shumë aktiv, kam qenë me fat dhe kam punuar goxha. Ato janë shkollat e dyta, janë eksperjenca që ti nuk I gjen dot, sepse bëhet fjalë punosh me kompani prestigjioze të huaja. Kam qenë ekspert ndërkombëtar në Kosovë, në Maqedoni, në Malezi, me këto politiket e Bashkimit Evropian, kam qenë me fat, por edhe kam qenë goxha I përfshirë, sepse duke qenë I përfshirë ti njeh se çfarë ndodh jashtë dyrëve të universitetit, që shpesh herë ne pedagogët e harrojmë këtë dhe ngelim rob I mureve të brendshme. Dhe kjo, me këtë reformë që ne po bëjmë, ne këtë synojmë që ta nxjerrim jashtë mureve. Këtë që sapo thatë, unë e shikoj në vende të tjera. Janë disa pedagog që nuk kanë patur fatin atë që përshkruat ju veten, duke mos e njohur terrenin, I mësojnë studentët sipas atyre që dinë ata. Dhe kur vinë në terren, edhe në punën tonë, ngelen të habitur. Flasim për studentë gazetarisë, domethënë, nuk e kanë shumë të vështirë sepse nuk merren me detyra praktike. Kurse ju aty bëni punë praktike, e keni ndryshe. Tani më lejo të jem fare I korrekt dhe I sinqert, sepse ndonjëherë sinqeriteti edhe dëmton. Por në rastin konkret mua nuk më dëmton fare sepse kur e thua situatën, pra ti nuk mund të përmirësohesh nëse nuk e pranon situatën, nuk e pranon realitetin. Pra, ne nuk I kemi dhënë studentëve ato që duhet t'i jepnim për në terren. Veterineri që unë nxirrja nuk ishte pothuajse I aftë ditën e parë, dhe unë tani mësova kur kemi futur në reformë austriakët, ne mësuam që një veteriner kur duhet të diplomohet, duhet të kishte të njohur afoni 40+2 skillse, njohuri. Në kuptimin që një I diplomuar dhe unë pra nuk e di, pra imagjino pra rektori I një universiteti bujqësor, unë nuk e dija kur ne diskutuam pastaj erdhi ajo austriakja që I ka marrë në mbikëqyrje, që do thot kur ti je diplomuar, 40 aftësi duhet ishin për shembull, duhet dish të bësh një gjilpër, të matësh tensionit, të bësh këtë, të bësh këtë. Ishin check, 40 e sa. Dhe këto ishin të detyrueshme. Pra, kur ti del nesër tek pra këto janë gjërat më minimale. Në këtë ne kemi vuajtur sepse, shiko, jo vetëm universiteti bujqësor. Gjithë universitetet në Shqipëri, por unë them edhe gjithë universitetet e rajonit Ballkanit. Me mjekësia po flasim për të gjitha, nuk po flas. Jo, absolutisht. Jo, më unë e them, domethënë, unë për marr universitetin tim të tjerë pastaj sepse fatkeqësisht jemi universitetet bazuara në mësimdhënie foni, jo në kërkim shkencor. Dhe në momentin kur ti ne kemi bërë një analizë sepse analiza plotë e sistemit është bërë me reformën që ne po bëjmë. Ne kemi bërë një, kur I thonë, meqense jemi I bujqësisë, punim qilizëm. Ke bërë skaner. Të plot. Ti nuk mundesh dot të hedhësh bazat për ta ndryshuar sistemin, nëse ti nuk bën skanim situatës. Dhe skanimi situatës neve na kanë nxjerrë disa gjëra që kemi shumë problematika. Stafi im për shembull punon ose ka një ngarkesë mësimore më të madhe, 2 fish se sa ai duhet të bëjë mbas kontratës. Që do thotë të gjitha universitetet shqiptare janë universitete të mbështetura në mësimdhënie, në teaching, jo në kërkim shkencor.
Çdo universitet, ajo që ne po bëjmë tani në universitetin ton, me këtë reformë është ndryshe. Ku ti jeti mbështetur në kërkim shkencor, pastaj mësimi. Që do thotë, Shkoj preke, bravo. Që do thotë ti nuk mund të futesh dot në leksion me të dhënat e Google, po do të kesh kërkimin tënd shkencor, do të kesh dhënat tuaja. Dhe studentët do të jenë më shumë të fokusuar drejt praktikës. Që në vit të parë tani studentët tanë do ikin në praktika profesionale. Ne prisnim i çonin vit 3 me ofertën e parë. Pra programi që vit parë. Që vit parë do ikin terren. Vitin e parë do ikin terren. Me mjekësia veterinare do shkojnë nëpër stallat e lopëve, do shkojnë nëpër ferma, do shkojnë nëpër thertore, do kemi kontrata etj, nëpër spitale, nëpër klinika etj me radhë. Pra ti nuk mundesh dot, nuk mësohet noti. Më po nuk e hodha në ujë. diçka para disa vitesh, unë bëja një emision, do ka qenë viti 2001-2002, diçka e tillë. Dhe kam ardhur, atëherë ishte institut. Dhe kapa shumë student, madje edhe pedagog, dhe i bëja pyetjet nga më të thjeshtat. Kush quhet kotor? Kush quhet ftuj? Kush ftujak? Kush quhet bib? Kush quhet rik? Lëm shumë për dëshiruar. Dhe nuk dinin asgjë. Lëm shumë për dëshiruar. Kemi lënë shumë për dëshiruar. Unë e pranoj këtë. Dhe kjo është arsyeja kryesore që ne vendosëm për ndryshuar. Pra përshtatja e të rive me tregun e punës ishte shumë e madhe. Dhe ne i vërenim këto gjëra. Dhe studentit, pra, sepse ne kemi ardhur edhe nga shkollë, kemi duke trashëguar një shkollë ruse, teorike, dhe nëse kjo ka qenë arsyet që të rinjt tanë ose moshatarët tanë kur kanë hikur, emigruan në 90-95, Kanada, Amerikë etj, janë përshtatur shumë mirë, domethënë ishin shumë të mirë nga pamje teorike dhe ishin goxha të por kur vjen puna ke praktika, ne lëm shumë. Dhe sistemi amerikan apo sistemi që ne po aplikojmë nëpërmjet të austriakut, kjo është. Ku të kesh ndarje midis teorisë dhe praktikës dhe studenti duhet ta preki. Po nuk e preku ai nuk e mëson dot. Dhe duke e prekur ai, domethënë ti ngjall për atë dashurinë për atë zanat. Pra janë shumë elementë, sidomos unë i referohem veterinarisë për shembull, që ne kemi brez të ri që janë vërtet shumë pasionantë. Dhe na vinë shumë student me 10-ta, sepse sigurisht dashurojnë kafshët e shoqërimit, ëh. Por unë nuk dua që veterinaria të jetë vetëm për kafshët e shoqërimit. Dhe kjo është debati im kryesor. Duhet të kenë mesatare të lartë të vinë tek ju? Shiko, jo, tani kriteri bazë 6.5 e sipër, por në disa programe, dhe unë jam i ndërgjegjshëm për këtë, por në veterinari ai kemi mesatarë shumë të lartë, në financë, kemi edhe financën në ekonomi kanë mesatare të lartë, në të tjerë pastaj varion. Kështu që e ndryshme është, por kontingjenti i mjekësisë veterinare është mjekësi. Dhe janë të pasionuar, pra bëhet fjalë pasion anë për macet, për qenë, për ato kafshët e shoqërimit, dhe ato sot ato janë, domethënë, grupi më jo vetëm pasionant, po edhe ne jemi kafshë sociale. Absolutisht. Profesor, unë të falenderoj shumë për të gjitha këto që na the, të uroj mjeti gjatë, suksese në punën tuaj dhe u paqim kështu nga hera dhe ju ftojmë për herë të vini këtu, të na thoni gjëra të bukura që do arrijmë deri në vitin 2030. Unë ju falenderoj juve shumë dhe ju uroj vetëm suksese, sepse vërtet futi tek gazetarët që ju ndjek me kënaqësi. Suksese edhe juve. Ju falenderoj. Miq, këtu po e mbyllim këtë podcast duke falendëruar edhe profesorin dhe duke ju uruar të takohemi në podcastet e tjera. Mirupafshim.